Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të sjellur një moment shumë të bukur, një moment shumë interesant, një moment që unë e di që të gjithë fansat apo në shumicë, le të themi, shumica e shqiptarëve dëshirojnë të shikojnë këto momente. Gjesti nga lëvizjet e tij, nga veprimet e tij, nga çdo gjë tjetër që ai tregon, bën në rrjetet sociale, menjëherë është në shënjestër. Në shënjestër të gjithçkaje, në shënjestër për të kuptuar se si shkon marrëdhënia e tij, në shënjestër për të analizuar se si shkojnë gjërat, në shënjestër për të menduar për situatën e tij dhe për të kuptuar se si qëndron marrëdhënia me Eglin. Dhe pikërisht është kjo një video e cila është bërë shumë virale në rrjetet sociale, ku Gjesti merr një dhuratë nga fansat e tij me një shkrim në këtë maicën që Gjesti e ka marrë në duar dhe e tregon për të gjithë publikun se shikoni çfarë dhurate ka marrur, shikoni çfarë surprize të bukur më kanë bërë, shikoni se si ndjehem unë, se sa bukur po kaloj, dhe kjo është një diçka që në fakt Gjesti e ka vënë në shënjestër të publikut për të kuptuar për marrëdhënien e tyre. Gjesti e merr maicën në dorë, fillon që ta puthën dhe e puthën me shumë dashuri Eglin, duke treguar thumba edhe nga Big Brotheri. Gjatë gjithë kohës, Gjesti në Big Brother thonte që unë nuk e bëj këtë veprimin, po që se nuk e ndjej. Unë nuk e bëj këtë veprimin, po që se unë shpirtërisht nuk jam gati për ta bërë këtë veprimin. Dhe pikërisht, Gjesti natën e mbrëmshme e tha edhe një herë, kur të gjithë publiku i thonin që puthe fotografin në të cilën ishte edhe Egli, Gjesti tha që këtë gjën, këtë puthjen, këtë emocionin unë duhet ta bëj me ndjenjë. Në qoftë se unë nuk e bëj me ndjenjë, në qoftë se unë nuk e ndjej, në qoftë se unë nuk e jetoj këtë momentin, unë nuk kam bërë asnjë gjë. Unë nuk kam bërë asnjë gjë tjetër. Dhe kjo në fakt është ky fakti që Gjestin e bëri që Gjesti me shumë ndjenja dhe me egërsi ta puthën Eglin. Të shikojmë video një herë dhe pastaj e komentojmë. Pat videon. Është kjo videoja që në fakt sot ka bërë namin, ka bërë viralitetin e madh. Do me thënë, atë që unë gjithmonë kam qenë koherent edhe kam thënë në raport me çiftin, me marrëdhënien e tyre, me dashurinë e tyre, me emocionet e tyre, Gjesti dhe Egli gjithmonë nga lëvizjet që kanë bërë, kanë treguar që janë bashkë, kanë treguar që kanë emocion, kanë dashuri për njëri tjetrin. Do me thënë, nuk është një histori që nuk po vazhdon, nuk është një histori që është mbyllur aty, nuk është një histori që është ndaluar me orën, por vazhdon me shumë intensitet, vazhdon me shumë pozitivitet, por gjithmonë t'i qëndrojmë këty fenomenit se Gjesti dhe Egli e gjetën çeltin e marketingut. Dhe çelti i marketingut është ky, që ato me lëvizjet e tyre të vazhdojnë të mbajnë publikun mbërthyer për ekrani, se po të mos ishin ato të dy bashk, jam shumë i bindur për këtë gjë, duke njohur edhe mentalitetin e femrës, më falni, në momentin kur ajo ndahet nga një mashkull dhe menjëherë fillon që të flet për historikun me të, fillon të flet për kaluarën me të, fillon të flet për atë që ai ka premtuar edhe nuk i ka realizuar. Dhe pikërisht në të gjitha intervistat që Egli ka dalur, që realisht janë të pakta intervistat, ajo ka treguar me gjëra të vogla për marrëdhënien e tyre dhe jemi dhe s'jemi, është një diçka që Gjesti e tha në intervistë më herë që herë mirë e herë keq, do me thënë me marrëdhënien. Dhe kështu që Gjesti mbrëm e dëshmoi që Eglin e ka zemër, e ka xhan edhe e do shumë dhe ato të dy po vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të mrekullueshme, vazhdojnë të kenë një marrëdhënie shumë të bukur së bashku dhe vazhdojnë të jenë në shënjestër të gjithë shkaje. Gjesti dihet mo, do me thënë koncertet e tij janë të stërmbushura, është i vetmi këngëtar, më duhet ta them këtë gjën, që në kohën kur muzika ka një lloj lufte në vete,
Më thënë artistët po luftojnë për të qëndruar në skenë, artistët po luftojnë për të qenë të parët, artistët po luftojnë për të komentuar, për të folur për jetën e tyre, për të folur për marrëdhënien e tyre. Gjesti vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, vazhdon që me punën e tij të bëj suksesin. Unë sjell edhe një herë videon që të kënaqeni me këtë moment.